Këtë enjte në Jeta në Kosovë në 2010 do të diskutojmë për Pallatin e Drejtësisë, një ndër ndërtesat më të sofistikume në Ballkan. A ka probleme me ajër, me nxemje, me ftofje e me lifta në këtë pallat? Dhe nëse po, kush ka faj? Për këto çështje folëm edhe me Hamdi Ibrahimin, kryetarin e gjykatës themelore. Ku po shihni tash i mundi se nxjerr më shumë pa temperaturën që është vonë tash është 27+5 gradë. Mundet edhe mu interpretues. I nalur? Po, e ka nalur këtu. Kush e ka nalur? I nalën këtu është, se di kush e ka nalur. Nëse nalet vet, automatikisht alshot vet kur hin njeri këtu. Është vërtet. Mirë, e pse në është asoj Ti shumë? din shumë mirë. Ti din shumë mirë mos prezantohet dhona para kamerave këtu që nuk janë. Se s'ka hi i ki do vjetë. Unë kom dy problem zgjidhet vetëm me vendosjen e një dritari këtu. Ai mshela derën, au normalizu temperaturën. Ndiqeni Jetën në Kosovë të enjten në ora 20:10 në RTK.